pengesë në zbatimin e drejtë të drejtësisë. Pajtohem me Valentinën se në të kaluarën Kosova, vendi ynë ka pasur kufi moral, sidomos ka qenë ndaluar dhuna në sy të familjes, në sy të grave dhe në sy të fëmijëve, ndërsa sot duket qartë se kjo vlerë, pra me rastet e fundit që po ndodhin në vendin tonë, duket qartë se kjo vlerë është zbehur dhe është në zhdukje e sipër. Po ashtu pajtohem me Valentinën se në të kaluarën vendi ynë si Kosovë ka qenë ndërtuar në parime të forta morale, siç kanë qenë besa, mikpritja, nderi që i përmendi Valentina, e po ashtu një ndër vlerat dhe parimet ka qenë edhe toleranca fetare. Po ashtu në kohën bashkëkohore, durimi fetar, etnik dhe racor konsiderohet vepër penale dhe është e sankcionuar e dënuar çfarë do forme e nxitjes dhe urrejtjes fetare, racore apo etnike në Kosovë, mirë po në realitet shohim se mosdurimi fetar kohëve të fundit është në rritje sipër, sidomos në diskursin publik. Andaj unë personalisht konsideroj që sot e kësaj dite ekziston një sfidë sa i përket zbatimit të ligjit dhe praktikës shoqërore. Pra vlerat shoqërore nuk janë të atilla siç kanë ekzistuar më parë. Po ashtu, në këtë rrafsh du me theksu patjetër edhe një fakt ku zbatimi i ligjit në Kosovë ndikohet nga mentaliteti vjetër, ku gratë, pra gjenia femërore, kryesisht në shumicën e rasteve, heqin dorë nga një drejtë themelore elementare e që është e drejta në pronësi, për arsye se pronësia në bazë të mentalitetit të vjetër konsiderohet si pronë e burrit. Andaj konsideroj që kjo është një sfidë sa i përket zbatimit të ligjit në praktikën shoqërore dhe konsideroj se mos zbatimi i ligjit në shoqëri nuk paraqet vlerë shoqërore. Mirë po e kundërta, forcimi i zbatimit të ligjit në shoqëri dhe aplikimi sa më i shumtë dhe më i shpeshtë i ligjit sigurisht që paraqet një vlerë shumë të rëndësishme shoqërore të vendit tonë. Kjo bën me kujtu atë thonjën nga thëna në të bërë, në mes qëndron një detitor. Edhe na ligjet shkruame sa dush, besa ligjet që flasin edhe të bëjnë me kuptu që ti nuk guxon me bëj që të gabim, ti nuk guxon me bëj që të gabim, nëse bën këtë veprim dënohesh me çka vjet, po në anën tjetër sa më shumë ndoshta që kemi ligjet shkruame, që të paktën i zhdash tash jemi shtet.